e thatë në fillim që keni punuar edhe në radio, edhe në televizion. Dhe tani, po të pyes, me që je shkëputur nga të dyja, cilën ke dashur më shumë? Të thëmë sinqertën, unë gjithmonë hapin e parë dhe zërimi parë është në radio Prishtinën atëhershme, në një emision kujtohet si sot, sepse ajo kujtesa e perspektives afatgjata që quhet mbetet shumë ngulitur në sferën e trurit, ka qenë në Radio Prishtinë, mos gabofsha emisioni Tribuna e Kritikës, e një gazetari shumë të njohur kritik letrar Hivziut, dham emisionin Tribuna e Kritikës. Kështu e kam dëgju veten herën e parë dhe më shdukur vetja alamet që kush e di se çka u bë. Po. Kjo ishte në radio. Kjo ishte në radio dhe prej andej qefi im i madh ka qenë që unë të punoj në radio, jo në televizion, por ja që atë botë kërkohi, ndihi nevoje më e madhe për televizion. Unë ngela në televizion, por asnjëherë, po përsëris nuk u shkputa nga radioja, sepse pas vdekjes, pas ikjes në amshim të madhit Gjakush Qapari, unë nuk e kam shumë qef ta quaj të madhi, po më mirë të them të famshmit Gjakush Qapari. Unë kisha një ofertë që të vazhdoj punën edhe në Radio Prishtinë dhe sot e gjithë ditën më ngelet maraku për radio. Kërkesat e minatorëve të Stritërgut i përkrahën në tërësi edhe punojësit e shkollës fillore Zenel Salihu në Bellaqevs të Madh. Tubimi i arsimtarëve i qendrës shkollore teknike.